Amazon. Bufia! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Shok yjesh! Këtu do të shkoj më vonë. Thellë në hapësirë për të parë super asteroidin dhe mbase mund të marrë disa nga fuqitë e tij. Ë? Dëshiron të vish me mua? Është një ide e mirë, Ylli Newton. Roboti me pijame di shumë rreth hapësirës. Bukur! Ju të dy mund të bëheni shok yjesh. Wow, roboti me pijame është i mrekullueshëm, por asteroidi mund të jetë i vështirë për të kontrolluar. Nuk jam i sigurt nëse ai është gati. Por mund të qëndrosh këtu dhe të shohësh këtë gur hapësirë. Nuk mund të kuptoj se çfarë është. Duhet të shkoj vërtet. Kënaqësi që u pash. Pafshim, Ylli Newton. Shihemi. Robot me pijame. Roboti me pijame, çfarë ke kështu? Pra është një fosil argëtues, një gur që qesh. Energjia e tij e pazakontë i bën njerëzit të qeshin pa kontroll fare. Por roboti me So it's a fossil as humor is, a giggle rock. Its unusual space energy makes people laugh uncontrollably. That's not all PJ Robot found out. Amazing! All this new information about the super asteroid. He thinks he's discovered a way to gather its power too? Impressive. Sure you don't want to take PJ Robot with you? I guess he is ready. Yes! PJ Robot and me, we're on our way! Into the night to make it a day! Night in the city, and a brave band of heroes is ready to face fiendish villains to stop them messing with your day. Amaya becomes Owlette! Yeah! Greg becomes Yeah! Connor becomes Cowboy! The PJ Masks! Hey, PJ Robot, guess what? You're going to the super asteroid! Newton wants you to be a star buddy! Have fun, PJ Robot! Pick you up later! Come on! Whoa, PJ Robot! It's really big. I think we should try powering up together. Go. Wow! You did it!
Uh-oh. What are Luna and Matsuki doing there? Look at those two. All that power. Me want extra power, too. It's those moon girls! Stop! It isn't safe! Watch out! You're headed straight for them! This should be nice and easy. No! PJ Robot! Hey, Newton! PJ Robot, are you okay? We thought you needed help. Thanks! That asteroid's really strong! If they tried to power up on their own, it could have gone seriously wrong. No, stop! PJ Robot is too much! PJ Robot! We'll show those PJ Masks. Oh, I hope he doesn't fall. Oopsie. Oh, yeah. A powered-up PJ Robot. We may not be able to get power from asteroids, but we can Get it from Robot. Hey, I wanted to say that bit. Use power to make Mega Magnet. Now that'll really impress your star buddy. Welcome back, Super Magnet of Ultimate Badness. It's been too long. PJHQ. Your friends are here to rescue you. I wonder what'll happen if I try this. It worked. PJ's forever. Bye-bye. PJ Robot, what happened? Let him go, Luna Girl, or I'll... Ding dong, time's up. Stand back! Star power! Now quickly, we need to stop HQ from being blasted into outer space. PJ Robot, I need your help. We're a team, remember? Star buddies, right? PJ Robot fail. It's okay, PJ Robot. We all make mistakes. You don't need to impress me. I think you're amazing. Really. Put it there, Star Buddy. Aw, so sweet. It won't help your friends. My Mega Magnet's still popping. Now shoot. Time to be a hero. Koha për të bërë hero. Gati? Fuqia e yllit! Çfarë po bën ai? Jo ka shpejt, djali I librarisë. Mos përshqetësoj yllinjë ton, e kemi ne në dorë.
Jo, do zbuloni që ne ju kemi në dorë. Kush do ju shpëtoj tani? Ti? Mos më bëj për të qeshur. Roboti me pizame, çfarë po bën ai? Guri që qesh! Guri që shesh? O, të lutem, pse do ta quanin ashtu? Ti dhe roboti me pijame. Çfarë? Mendoj se është momenti të kthejmë mbrapsht këtë tani. Insekte me pijame. Do t'ju kapim herën tjetër. Bëre punë të mirë, shoku i hapësirës. Shoku i hapësirës. Herojt me pijame bërtisni të gjithë ura. Sepse roboti me pizame i shpëtoi të gjithë. Drejt hënës. E ëmbla shtëpi, çfarë? Ç'kemi, Newton? Por ne kemi festuar ditëlindjen time në shkollë. Kjo është festa jote e mbrëmjes me pijame. E përgatita vetë. Wow! Kjo është torta më e mirë nga të gjitha. Mendoj një dëshirë tani, Geko? Hey! Motsuki do tortë të madhe roz për festën e hënës. Tortë jeshile? Bleh. Bëj shaka, Motsuki ti pëlqen torta hardhut. Askush nuk e vjedh dha të tortën. Super kërcimi me çokut. Wow! Ha! Mace hutaqe, mace nga dal. Ha! Super kërcimi me çokut. Ha! Po pse? Hera një këtu. Hajde që të tortë. Ha! E mërzitshme. Eja, Luna. Drejt. Çfarë? Hanës. Mace hutaqe. Asu nuk mund të kërcej aq lart. Shumë e mirë. Ato vajzat e hënës, ajo është torta e Gekos. Pyes veten se kush mund të jetë. Shikoj një herë kush është. Erdhëm vetëm për recetën. E bëra të nga fillimi. Mace nga dal. Motsuki të thot pafshim. Ky teletransporti përsëri. Nuk ka problem. Vërtet më pëlqeu torta ime, edhe nëse nuk e provova. Është mendimi im ai që vlen. Ajo shkuma jeshile Geko ishte për ty, jo për ato. Por ato din shumë mirë të udhëtojnë në hënë. Ha? Beshët e Machokut. Do të bëjmë çfarë të doj Motsuki. Ta thash jo. E Jani. Motsuki do të bëj fest hëne në pallatin e Motsukit. Të Motsukit. Quhet kalaja e Lunës, ti miz, dhe nuk e ftuar në festën time të hënës. Luna, a je mirë? Motsuki nuk më merr më në hënë. Nëse do ta gjej atë kristali transportues, do ja tregoj asaj. Po. Kristal teletransportues? Po, diku lart në hënë. Nejse. Prit, një kristal që mund të dërgoj dikë nga këtu deri atje, pa kaluar koha, si Motsuki? Po, duhet them, jo. Duhet të shkoj. Ha! Hej Newton, do vish me ne të gjejmë një kristal teletransportues? Nuk e kam dëgjuar kur. Si ajo pra që i jep Motsukit fuqinë e teletransportit. Do doja t'ju ndihmoja, por duhet të studioj për një komet. Shpresoj ta gjeni, nëse ekziston. Po mirë. Eja një skuadra. Imagjinoni sa shumë ligësi do të ndaloni me udhëtimin e menjëhershëm në hënë. Herojt me pijame, ja ku po vijnë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë.
Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Gregu bëhet Gecko! Connor i bëhet Djali macor. Amaya bëhet Buse! Herojt me pizame! Ha pra baz, na co atje. E di, kur bëhet fjalë për ligësitë e vajzës sënë, jemi ekspert për t'i ndaluar ato. Po, me fuqitë tona të zakonshme të heronjve. Duhet të shkojmë më shpejt. Kush e di se çfarë do të bëj tjetër Motsuki? Nuk e dim nëse ky kristal i teletransportit është i sigurt. Të kujtohet ai që gjeta unë te liçeni? Ouch. Është shumë i sigurt. Shikojeni Motsukin. Ajo përdor një të tillë dhe duket shumë e lumtur. Shumë e lumtur. Ma në fund. Wow. Atje. Le të ikim. Nëse është kaq e lehtë për ta gjetur, pse nuk e ka marrë Luna më parë? Ha? Pa ku iku? Atje! Ha? Hej! Mund t'ja ratisësh djalit më tot. Ha? Juhu! Çfarë? Prit! Oh! Nga kjo anë! Po! Ha pra! Ha! Shpejtësia e teletransportit? Ja ku po vi! Mau! Hej! Unë votoj të kthehemi në bazë dhe të bëjmë një plan heronjsh së bashku. Oh! Juhu! Prit! Po plani jon! Tashma e kam një të kapa të kristalin. Wow! Kristali teletransportuet më në fund. Lundra e maces është shumë argëtuese. Motsuki ti pëlqen të bëj macen hutaqe të kërcej. Vërtet mendove se do të ndaja fuqitë e teletransportit të motrësime me ty? Ne bëm një lojë të bukur që të marrim bazën e heronjve. Të merr një bazën, por prit. Koha për teleportim. Pafshim! Por ne të tre tani jemi këtu dhe baza jon ka mbetur atje lart. Oh! Është e jona. Unë dhe motra e vogël mund të teletransportohemi atje kur të duam. Motsuki ti pëlqen baza e re në hën? Përpjekje e bukur, por ju harruat robotin me pizame. Të fluturoj bazën tonë në shtëpi. O baba, duket sa i e la bazën atje. Pafshim. Ju ktheuni këtu. Ha! Nuk të vë faj që je i mërzitur. Grupi, po fluturoja për hënës kur një top pellushi më nxori nga rruga. Ato vajzat kanë çuar bazën tuaj atje. E dinit këtë apo jo? Po, ne e dim. Dhe vetmja mënyrë që mund të shkojmë në hënë është me atë bazë. Më falni grupi. Çfarë po mendon djali maço? Po mendoja për një plan heronjsh me pizame. E Juqër, makinë e bukur. Ju kujtohet kur u bën nga fuqia e Kujtës të hënës. Po, ajo ishte shumë e çuditshme. Prandaj dhe ka fuqi hëne. Hej, po sikur të ndihmojmë ta fuqizonit edhe më shumë. Askush nuk e prek makinën. Mund t'ja lësh në dorë makinës të flas për këtë ulëritës. Po, imagjino sikur vetëm një herë të mundet të prek hënën. Unë po e imagjinoj. Do të doje apo jo? Më thuaj makina ujk. Hej, bëj atë gjën që di ti. Të lutem atë bukur.
Mace e lezetshme. Fuqia e yllit! Faleminderit! Unë duaj gjërat e bufes. Mund të mbash dhomën e Hardhucos. Motsuki nuk do të fle në një kuti macje. Hë? Heroj me pijame! Ka mundësi! Wow, kemi qenë gjithmonë ata që qëlloni me topa, edhe si do t'ja dalim me mrekullin ton tani. Me më shumë mrekulli heronjsh. Ka plot të tillë. Gati? Wow! Insekte me pijame! Tani robot me pijame. Juhu! Ata po vim drejt nesh! Makina e ujkut nuk po ndalon! Argëtimi mbaroi, Luna. Koha që ju të dyja të largoheni nga baza jon. Nuk mendoj ashtu. Matsuki, koha për teletransport. Super vijate Matsokut. Wow! Hey, e kapun! Shërbimi i postës Luna. Wow! Hip hip hurra! Kthehuni ju insekte me pijame! Le të shkojmë për një super kërcim në hënë përpara se të ikis këlqimi. Argëtoni me të Uqër, ne kemi gjithçka që na duhet këtu. Të tjerat janë pjesë e qiellit. Ose të hënës. Herojt me pijame bërtisni ura, sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë.